Mbrëmjen e djeshme, Gjestit dhe Eglit ju dha mundësia të kishin një darkë private me njëri tjetrin për të sqaruar situatat e mbetura pezull mes tyre. Teksa flisnin, Egli i përmendi Gjestit mesazhin që ai dërgoi ish-partneres së tij për ditën e të dashuruarve 14 shkurt. Bën gjithë këto veprime të dashurisë me një gocë. Brenda këtij formati, bën çfarë bën me mua dhe në një moment të caktuar shkon në një dhomë tjetër dhe flet nëpërmjet kamerës me partneren tënde. I therret edhe në emër partneren tënde që ti e quan ish-partnere, por fakti tregon që ke partnere i drejtohet Egli Gjesti. Por ky nuk është rasti i parë që Egli përdor informacione nga jashtë. Madje para disa ditësh ajo ka ndarë Gjesti një informacion që duket se e ka marrë nga jashtë. Bëhet fjalë për një deklaratë Rozana Randit, e cila ka thënë: "Nuk kam se të jem homofobe kur unë rri me Gjestin." Egli tregoi këtë moment Gjestit duke thënë se ka treguar vetë Rozana. Megjithatë, e vërteta është se këto fjalë Rozana i ka thënë në praninë e lidhjes, gjatë një bisede mes tyre. Sa kaq, ndjekësit janë shprehur nëpër komente se Egli duhet të ndëshkohet pasi po përdor informacione nga jashtë. Për informacione të minutës së fundit, bëni subscribe kanalit Zona VIP.